Pra i nesi ka qenë shumë i afërt me Resulullahin, bile aq i afërt sa që është mishëru, dost, mik, shoq, e ka thonë një fjalë që kjo është na i prish për masat tona, ka thonë nuk ka natë që fleje une, masë që ka vdek Resulullahi, që se kam po pejgamberin në ndër. Nuk ka natë që nuk e shoh pejgamberin në ndër. Kur e do mikin e shën në ndër. Ka thonë nuk ka pas ditë më e lumtur për mua dhe Medinast, që ditë kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, i ka dhënë sens, shije ka ndriçuar Medinën. Nuk ka pas ditë më e keqe për mua dhe më e zymt edhe më e rësirë për Medinën, kur kena vëros Rasulullah me durët e tona në varë, shkoj Medina. A i di se disa njerëz e bojnë shudet, e bojnë kënaqshëm, këndshëm edhe këndjidhin vendin, tavullin, muhabetin, qytetin dhe shtetin. Vdekja mungesa atyre e ban zymt vendin. Çështë kanë përshkruajtur Enes ibn Maliki, Rasulullah bile thot, mungesën e pejgamberit nuk ka ditë ç'është përshkruajtur. Edhe me gale dhe mërzia më të mëdha.